Mirëmbrëma në Kafet e Gremi, unë jam Drita Ngremi dhe ky është podcasti im. Si që u kam thënë edhe në puntatën e kaluar, podcastet e mi tani e tutje do vazhdojnë me atë që ne quajmë fushatë, pra fushatë elektorale për kryetarin e Bashkisë Tiranës, për cilën unë kam vendosur që të jem kandidat i pavarur. Dhe siç e keni marrë vesh, dhe siç e dinë gjithë, gjykata kushtetuese vendosi që këto zgjedhje ose më mirë vendosin favor të ankimimit që kishte bërë kryetari i Bashkisë, pra me shumë gjasa këto zgjedhje nuk do bëhen. Unë nuk dua të komentoj asnjë vendim të gjykatës, sepse besoj tek drejtësia dhe nuk do ta bëj kurrë. Kështu që do marrim akt nga kjo vendimmarrje e gjykatës kushtetuese për të kuptuar ose për të patur parasysh që këto zgjedhje nuk do mbajnë domethënë tani shpejt, por do ketë zgjedhje në 2027-ën. Vendimi im është që unë të vazhdoj rrugtimin tim, pra të jem pjesë e kësaj fushate, të vazhdoj ta bëj këtë fushatë me të njëjtën strategji që u shpjegova, le të themi, si te podcasti im, ashtu edhe tek artikulli që mora dhe botova para disa ditësh. Pra do jetë një fushatë e paqët, pra në mënyrë kaq të paqët unë do vazhdoj të shpjegoj të gjithë pikat e programit tim, nga e cila buron, le themi, edhe kjo revolta ime qytetare dhe e paqët, dhe do vazhdojmë të shihemi të paktën një herë në javë, do vazhdojmë që çdo ditë, çdo puntat ne të kemi dhe trajtojmë çdo pikë të, le themi, të programit, ta shtjellojmë më së miri, do kemi edhe të ftuar teknik, le themi, që mund të thonë fjalën e tyre për diskutuar dhe për të analizuar pak më thellë të gjithë këto pikat e programit. Dhe padyshim që ne do dalim base edhe jashtë pikave, le themi, të fushatës të programit, sepse, le themi, përditshmëria besoj që do na sjellë surpriza. Manuela, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Faleminderit që të kam sërish këtu në podcastin tim. Faleminderit sërish për ftesën në këtë Kafet e Gremi. Dhe siç e premtuam, ne do jemi bashkë, le themi, edhe këtë. Në fakt, zoti Gremi, siç e thatë dhe juve, vendimi i gjykatës kushtetuese ndryshon rregullat e lojës politike, duhet thënë, por nuk ndryshon situatën që ndodhet, në cilën ndodhet Tirana, situatën kaotike, e thatë në podcastin e parë, kur ne zhvilluam prezantimin tuaj, dhe unë para se të kalojmë tek 10 zgjidhjet, unë që në emisionin e parë, që në takimin e parë i kam konsideruar 10 zgjidhje, ju keni 10 çështje problematika, por dua t'ju bëj një pyetje para se të shkojmë aty. Jeni i vërtet i vendosur për ta vijuar këtë garë për Bashkinë e Tiranës, pavarësisht çdo lloj zhvillimi që mund ndodh në politikën shqiptare? Po, patjetër. Këto nuk janë zhvillime që mua më prekën ose më përkasin. Për fat keq, Tirana do vazhdoj të jetë akoma pa një kryetar bashkie deri në 2027-ën me shumë gjasa. Ky nuk është një augur i mirë, le të themi, por ne duhet të pranojmë vendimin e gjykatës kushtetuese, siç unë thash, dhe të drejtësisë, dhe do flasim për këto 10 pika për të provokuar, për të sensibilizuar ata që do jenë kryet Bashkisë Tiranës deri në 2027-ën, për t'i thënë që këto probleme janë konkrete, këto probleme janë akute, këto probleme duhen zgjidhur, ne ofrojmë zgjidhje dhe të shpresojmë që le të themi këto podcaste tona, këto diskutimet tona, ti shërbejnë dhe atyre për t'i çuar punët e Tiranës përpara. Rëndësishme është të i shërbej qytetarëve, dhe kjo është iniciativë shumë e mirë. Po objektivi ky do jetë. Pra, unë nuk ose jam xhelos nëse ata ndërkohë në një vit, se një vit e gjysmë kanë ngelur, reflektojnë. Të gjitha këto pika do t'i realizonin, të gjitha këto probleme, le të themi, Tirana do e ishin nga supet. Unë isha shumë i lumtur për këtë, do t'i përgëzoja. Kështu që shpresojmë. Okej, unë po vijoj me 10 zgjidhjet. Ju i keni quajtur programin tuaj, unë i kam konsideruar 10 zgjidhje, do të filloj me çështjen e parë, të cilën ju e keni konsideruar shumë të rëndësishëm, Tirana e pastër dhe e jetueshme. Dhe që e kam për shumë për zemër. Që u përket të gjithëve, patjetër. Tirana e pastër dhe e jetueshme duket si një realitet për një qytet evropian në fakt, sepse gjithë ne që jetojmë këtu, vetëm e pastër që se shohim, e jetueshme jetojmë sepse këtu na lidh puna. Si e keni menduar këtë? Në fakt, çdo kryeqytet i Evropës është i pastër, relativisht i pastër. Absolutisht po. Kështu që pastërtia dhe higjiena nuk është utopi, le të themi, në vitet që ne jetojmë. Duke patur parasysh edhe buxhetin e madh që Bashkia e Tiranës
ka dhe ato pika, ato gjëra që unë kërkoj se nuk kam kërkuar, nuk kam shkruar le të themi aty, tek pastërtia e higjiena ne mund të themi pafundësisht shumë tepër. Ne kemi renditur gjërat bazike, që do të thotë pastrimi i rrugëve, pra larja e rrugëve nga papastërtitë, nga njollat e makinave, nga pluri, i cili ngrihet në ajër dhe thithim çdo ditë, larjet e kazanit plerave, të pikave të grumullimit të plerave që ja u kam. Fasada është e bukur, qendra është e bukur në Tiranë. Lahet, pastrohet, por po themi për rrugët ndoshta, për lagjet e Tiranës. Shiko, një gjë është e bukur, bukuria pastaj është shumë relative, varet. Domethënë, patjetër që qendra është, le të themi, më diskrete dhe më e pastër dhe më e bukur se rrugët dhe rrugisat e Tiranës. Ti do ta quash fasadë, unë nuk e mendoj kështu. Çdo kryeqytet i Evropës qendrën, le të themi, rrugët kryesore i ka ndryshe nga të tjerat, pra ne nuk po pretendojmë që të kemi ndriçimin ose atë bukurinë e bulevardit, dëshmorët e kombit ose të bllokut, por ne kërkojmë, le të themi, pastërti dhe higjenë që po na mbyt edhe po na smur të gjithëve dita ditës, ne dhe fëmijëve tanë. Mikrobet, viruset, njerëzit që smuren, spitalet dhe qendrat shëndetësore që bëjnë plot, virozat që rregullojnë të mirësisht shumë, dhe unë gishtin e vë mbi të gjitha tek papastërtia, tek pikat e rregullimit, tek kazanat e plerave që nuk disinfektohen, tek viruset, tek mikrobet që qëndrojnë aty për ditë me muaj, pra Tirana lahet vetëm kur bie shi, kazanat jo, rrugët. Tek rrugët që janë të pista, që nuk lahen, okay? Tek rrugët që janë me njolla vaj makinash, me plura, me pastërti nga më të ndryshme që nuk lahen, cilat kërkojnë as më shumë dhe as më pak, por një 30, 40 a 50 makina larse me ujë dhe njerëz punojnë bashkisë që duhet të impenjohen çdo natë për ta larë çdo cep të Tiranës, në mënyrë që ne dhe fëmijët tanë smurim pak. Rrugët e Tiranës, pak në rrugët dytësore, nuk lahen, absolutisht jo. Të tregoj që çdo natë kazanët ne kemi një këtu ngjitur dhe kjo është sfida dhe lufta ime për e ka hershme. Nuk lahet çdo natë. Pra lahen vetëm në momentin që ne duhet i bim telefonave, të marrim telefon dikë, ti lutemi dikujt, të lutem sille ta lajm pak, a thua ti, kjo nuk është detyrë e tyre që ta bëjnë çdo natë. A thua ti që ata nuk kanë mundësi për bler klor. A nuk kanë, thua ti që s'kan mundësi për të marrë ujë, pra klor dhe ujë duhet për ta disinfektuar, në mënyrë që unë e përsëris, nuk është një utopi e madhe, nuk përkërkojnë një gjë. Pra ky shërbim nuk është një kosto e papërballueshme, ka një kosto, një makinë larse, unë e kam parë në internet, duhet bëhet diku tek 30.000 euro, 40.000 euro. Bëhet fjalë për investim për 2 milion eurosh. 50 makina aq bëjnë. Ki parasysh që taksa në Tiranë të pastrimit vitet e fundit janë rritur dhe padrejtësia këtu qëndron. Ne që jemi biznese, sepse unë e lidh gjithmonë biznesin me shtetin, biznesin me bashkinë. Sa herë që rrisim çmimet, ne me patjetër duhet të ofrojmë diçka tjetër, tepër, sepse me të drejtë klientët ose ata që vinë dhe blejnë tek ne na thonë, "Ok, ti e rrit këtë çmim, po çfarë po na ofron?" Dhe nëse ti e rrit çmimin në mënyrë të disproporcionuar dhe nuk jep një shërbim pas, patjetër gjëja që ai të bën nuk të vjen më dhe kaq. Lukt cilin ne nuk e kemi ta bëjmë, sepse ai ta imponon taksën, thotë paguaje dhe ti s'ke thua fare. Sepse ajo është taksë bashkisë, në fund muaj do e paguash, po se pagove ke probleme. Tirana e pastër, pra më pak mikrobe, më pak viruse, do thotë më pak fëmijë, më pak të moshuar, që shkojnë në qendra shëndetësore, që shkojnë nëpër spitale. Stresi që shkaktohet në Tiranë në forma të ndryshme është vështirë vërtet të përballohet në disa situata dhe dua ta lidh këtë me zgjidhjen numër 2 tuajën. Stresi urban. 30 parkime sociale. Më surprizuat me këtë propozim, më duk interesant, e vuajmë çdo ditë, nuk kemi ku parkojmë makinat, nuk kemi ku të ndalojmë, nuk kemi ku jetojmë në shtëpitë tona, në fakt sepse është një problematik që vërtet kërkon një zgjidhje. Tirana është kaotike dhe unë nuk ose shpik në gjë të madhe nëse e them, e jetojmë të gjithë, e jetojmë çdo ditë, e jetojmë prej vitesh dhe çdo vit bëhet dhe më keq. Dhe besoj se unë gishtin e vendos mbi keq planifikimin urban që është bërë qytetit në momentin që është
zhvilluar. Çfarë do thotë kjo? Nëse ne marrim këtë rrugë, Rruga Bogdan. ose edhe një rrugë tjetër, Cilën do? Imkollin, Islamallën, Barrikadat. barrikadat e kështu me radhë. Problemi është se të gjithë pallatet që janë ngritur nuk janë bërë me planet mirëfillta urbanistik. Pra, pastaj unë nuk e di mirë sakt si ka qenë, le të themi vërteta, nëse plani ka qenë dhe është devijuar gjatë rrugës apo Marr jo. një leje këtu, një mik aty. E vërteta është që, më thon, një plan urbanistik kur bëhet, supozoj një pallat, një ndërtim, një ndërtesë me 10 kate, nëse është planifikuar për të patur brenda 30, 40, 50 ose 60 familje, një plan urbanistik i mirë duhet parashikojë të paktën një makinë ose një vend parkimi për çdo familje. E vërteta është që në të gjithë këto ndërtime që ne shohim, paktën deri në 7-8 vite përpara, në shumë ndërtime është devijuar plani, pra parkimet janë kthyer në dyqane. Në ndërtime tjera nuk reflektojnë numrin real të banorëve ose të familjeve që jetojnë në atë ndërtesë ose në atë pallat. Pra, është ndërtuar, është shfrytzuar në maksimum, le të themi, perimetri i trullit për të ndërtuar pallatin dhe është shfrytzuar në maksimum vendi ku do ishin vend parkimet për t'i kthyer ata në subjekte tregtare dhe për t'i shitur, le të themi, nga ana tjetër. Dhe besoj që këtu ka dhe një problem tjetër. Sigurisht që ndërtuesi në këtë rast, nëse do kishte gërmuar 1, 2 ose 3 kate në tokë, patjetër që kosta e tij ndërtimit i kishte qenë shumë e madhe, pra ai ka devijuar nga kjo gjë, duke rënë shkurt dhe duke krijuar këtë kaos që ne kemi sot. Por jemi në këtë kaos që kërkojmë zgjidhje. Si mendoni ju zgjidhjen e kësaj situate që tashmë janë ndërtuar pallatet, janë ndërtuar kullat, janë bërë ato mini sheshe ose hapësira përbashkëta? Duhet parë vërteta në sy. Do thonë, mua një gjë që nuk më pëlqen të bëj është populizmi ose të bërtazë të uloras për gjithë gjërat që nuk shkojnë. Kjo është kështu, ka trafik, po kjo, po ajo, po shikoni Tiranën, njerëz që marrin telefonin, tregojnë kaosin, tregojnë këtë dhe tregojnë atë, pa gjetur një zgjidhje. Ne duhet ta flejmë mendjen që kjo situata, to pallate nuk ose mund t'i minojmë tani dhe t'i hedhim në tokë, nuk mund t'i bëjmë nga e para, kjo gjë është bërë. Kështu që në kushtet që ne jemi, një shefi im më thoshe që në italisht më thoshe këtë, le spremute vengono fatte con le arance che ci sono. Më thonë, me portokalla që kemi do bëjmë edhe lëngjet me lëngun e portokallit tani. Por ta thënë ndryshe, me këto që na gjente. Me pak fjalë. Duke parë situatën reale, ne duhet jemi zgjidhje. Në fakt, një menaxher i mirë është ai që gjen zgjidhje. Pra, dhe zgjidhja që unë kam menduar ka herë, le të themi kam shkruar diçka në 2021 apo në 2022, janë parkimet në tokë. Që do të thotë, një rrugë e caktuar duhet që të paktën njëri nga kahet e rrugës të boshatiset nga parkimet e makineve, të numërohen gjithë rezidentët që janë pjesë e saj rruge, 100, 200 ose 300 familje sa mund të jenë, të shikohen kush e ka dhe kush nuk e ka parkimin dhe kush nuk e ka parkimin t'jepet mundësia për të patur një vend parkimi. Pra, duhet bërë një projekt, le të themi, me parkime sociale, kështu e kam menduar unë. Duhem parë gjithë sheshet e mundshme ku mund zhvillohet kjo gjë, duke gërmuar parkime non-toksore dhe duhet investuar në këto parkime për t'i dhënë mundësi rezidentëve që nuk e ka një vend parkimi, ose ta blejnë, ose ta marrin me qira me kosto sociale. Unë kam bërë një kalkulim, një parkim për 200 vende kushton diku tek 2,5 milionë euro, më duket për ta bërë. Në mos gaboj aty. Llogaritë që unë kam bërë kanë qenë tilla që çmimi me cilin ky parkim social, që nuk duhet për asnjë investim që Bashkia e Tiranës nuk do ta bëjë për të fituar, duhet ta bëjë për të zgjidhur një problem i hall. Okej? Çmimi me cilin ajo e jep me qira rezidentit ose ja shet, është një çmim që të gjithë do ta pranojnë. Patjetër. Dhe duke zgjidhur problemin e vend parkimeve, ne do kishim më pak parkime ose makina të parkuara në rrugë
dhe do kishim një trafik më të rrjedhshëm. Fakti është që të dy katët e rrugëve këtu dhe të dy katët e rrugëve në çdo rrugë tjetër Tiranës janë të zëna nga makinat. Nëse ne nuk do kishim rrugë të zëna nga makinat, ne do kishim rrugë në cilën do rrifte në mënyrë, le të themi, në mënyrë normale trafiku. Kjo do ishte unë fakte do ta lidhja këtë me një tjetër zgjidhje që ju keni propozuar për transportin publik. Pra jo gjithë lëvizin me makina të tyre janë me urban, me shërbimi urban në Tiranë dhe e keni sjellë si një formë zgjidhje për duke cilësuar transporti publik smart dhe i gjelbër. Tani po të shikosh se si rrjedh trafiku në Tiranë, ti që ke makinë, po të shosh autobusat e gjatë, ato fizarmonikat që fillojnë nuk mbarojnë, janë të papërshtatshëm për trafikun e Tiranës. Dhe duke patur parasysh se mbi të gjitha këto rrugët kryesore, gjithë pjesa anësore shumë herë është e zënë nga makinat që parkohen në ato 4 dritat që unë nuk e kuptoj kurrë si dikush mundes 4 drita, në botë nuk ndodh. Për shembull, ti 4 drita i ndodh 4 dritat, ti ndes vetëm për një arsye, kur ke një emergjencë. Ndërkohë që këtu ndodh që dikush vendos të ndaloj diku se ka një punë në dyqan ose një gjë, i fut 4 dritat, bllokon gjithë trafikun dhe po nuk e ka të parkimin që ta vendosi siç e ka më lart. Kjo gjë e justifikon, por duhet të ndalë, sepse kjo e krijon kaosin. Dhe këto autobus kaq të gjatë që ofrojnë shërbimin e le të themi transportit publik të Tiranës janë inefikas, pra nuk janë eficient. Unë do propozoja autobus më të vegjël. Okay, cilët do kishin atë aftësinë për të udhëtuar, le të themi, në mënyrë më fleksibël në rrugët e Tiranës, për të hyrë, për dalë, për të parkuar, dhe të ishin më të shpeshtë. Pra, nuk e di, unë nuk e kam idenë, le të themi, se nuk e marr shumë autobusin, por do thoya që nëse një linjë autobusi kalon çdo 30 minuta, çdo 40 minuta, unë do ta bëja që një linjë për shembull autobusit kalonte çdo 20 minuta, pra kalonte 2 herë, një herë më tepër, me autobus më të vegjël, në mënyrë që trafikun mos e rëndonte dhe të ishte më e thjeshtë edhe për autobusin vetë, le të themi, për xhiruar portesën rrugët e Tiranës. Pretendoj që është përmirësuar transporti publik dhe ndoshta mund ta shohin si me mëdyshje me këtë propozim që ju bëni. Shiko, fakti që ata kanë, ose me transporti publik ka ndryshuar ose është rritur fluksi i autobusëve vetë, nuk sa e mbush mendjen që transporti publik në Tiranë nuk ka problematika. E rëndësishme është që ne të dy jemi dakord për një gjë. Ne të dy e marrim makinën, ne të dy e shohim se si funksionon transporti publik në Tiranë, çfarë kaosi është, sa kaos sjellin ato autobus kaq të gjatë dhe sa inefikas është ky lloj transporti. Dhe mbi të gjitha, unë them që duke u bërë më smart, bëhet më eficient. Pra, më i lëvizshëm njerëzit arrin destinacion shumë më shpejt, nuk e bllokon trafikun kaq keq sa që bllokon tani. Dhe mbi të gjitha, duhet ishte nga qarkullimi të gjitha autobusët që funksionojnë me karburant. Për mua çdo gjë që është elektrike, është green, është gjëja më e mirë në absolut, do na animonte të gjithë, pra do kishte, shiko, kjo zgjidhje smart edhe green do ishte më e mira për gjithë ne. Shpresoj që të jetë një propozim që ndoshta mund të dëgjohet. Në qytet që nuk ka një metro, ne nuk e kemi metro, që ka çdo qytet tjetër i botës, duhen gjetur zgjidhje më të shpejta, më smart, dhe zgjidhjet më të shpejta dhe më smart janë këto që them. Do thonë autobus vegjël, green dhe që kalojnë më shpesh. Ne kemi zona Tiranës, se Tirana nuk është vetëm qendra. Nuk është vetëm vija e verdh. Tirana është Petrela. Po, janë autobuset që këta në fakt ka funksionuar me këtë lloj autobusësh. Okej, po sa të shpesh janë? Kjo është tjetër gjë. Dhe kjo lidhet edhe me projektin tim turizmit. Se turizmi në Tiranë nuk duhet absolutisht të fokusohet vetëm në qendër, po turizmi në Tiranë duhet të dalë jashtë. Tirana duhet të marrë frym. Dhe jo të gjithë turistët e kanë shansin, sepse vijnë me avion, që të kenë makinat e tyre private. Atyre duhet t'i japim mundësinë, pikërisht me këto autobusat smart dhe të vegjël, që të shkojnë në çdo lloj destinacioni kudo. Se do jepshin mundësinë këtyre zonave që të zhvilloheshin, pa të përthithnin turist,
të huaj, mbase edhe numri i net qëndrimeve të këtyre njerëzve në këto zona periferike të Tiranës, të krijojë zhvillim, të përfithej para në mënyrë që ata jo vetëm të kenë mundësinë që të investojnë, jo vetëm që të kenë mundësinë ose mos kenë nevojë për të shkuar jashtë vendit për të emigruar. Mos kenë nevojë që të vinë qendër për të punuar, po të rinë aty ku kanë shtëpitë e tyre. Të banorët e zonave. Ti zhvilloj. Tirana ka nevojë për ajër, thatë juve, por ne në Tiranë gjithmonë në prag fushate zgjedhjesh sidomos kur janë zgjedhjet lokale, kemi parë që kryetarët e bashkive në detyrë kanë bërë fushat me ndërtimin e një shkolle, një rruge. Ajo që bie në sy është se si me aq nxitim i ndërtojnë ato trotuarët, në cilët dy veta, unë dhe juve bashkë, nuk mund të këmbemi dot sepse janë aq të ngushtë, aq pak kushte dhe aq problematik në lëvizjen e qytetarëve. Ju keni ofruar një zgjidhje për këtë çështje. Si e keni planifikuar ose si keni ideuar në programin tuaj? Dgjoj, nëse ka një gjë bazike dhe normale që ndodh në çdo jo kryeqytet, por në çdo qytet Evropës, është mundësia që çdo banor i atij qyteti ka për të veshur tutat në mëngjes, një palë atlete dhe për të shkuar në çdo cep të qytetit në këmbë, pa ju rrezikuar kur jeta, pra nëpër trotuare. Këtu e ke zero shanset që të... Në Tiranë ti ke rrugë dhe rrugica, në cilën duhet bësh akrobaci, pra ti nuk ke i sigurt. Unë të marr një rast për shembull. Një nga rrugët më të bukura që mua më pëlqen shumë është Islamalla, dhe një tjetër është Himkolli. Janë dy rrugë që shojnë nga rruga e Kavajës lidhin në Myslimshyrin. Rrugët më absurde dhe më të pamundura, le themi, për të kaluar në këmbë, se aty nuk ke mundësi, objektivisht nuk ke mundësi, për të kaluar, nuk ka një cep trotuari. Domethënë aty duhet të hecësh bashkë me makinën në rrugë, të kthesh kokën her pas here, të shikosh me sy, të shikosh ti me sy me atë që ka makinën, ose ti që ke makinën, të shikosh me sy me komisorin, ti jepni të drejtë njëri tjetrit me çfarë rregulla që janë të pashkruara. Kjo është shumë e bukur. Që i din vetëm ne shqiptarët. Pra njëherë kalon ti dhe njëherë kalon ai, deri në fund fare ti ky ankthi del në Myslimshyr dhe aty ka trotuar, shpëton. Dhe për hir të vërtetës, jo vetëm nuk është komode, po ndonjëherë edhe me kokën trasit, domethënë ti rrezikon. Dikush mund të ta ketë arsyen. Që të eci shumë shpejt me makinë sepse duhet të shkojnë në urgjencë. Nuk jeti arsyeshëm. Po. Dhe nuk jep gas, nuk ta rrezikon, nuk i rrezikon jetën e komisarit. Po ki parasysh që dikujt dita mund të ketë shkuar jo shumë mirë, mund të jetë pak me nerva, mund të ketë pak punë, mund duhet shkojë diku, mund të ketë pirë pak, mund të jetë i droguar. Dhe mjafton të shkel pak gazin dhe jeta gjithë secilit që është, domethënë që është duke ecur, çdo komisar është në rrezik. Mos flasim pastaj për pamundsinë për të ecur me një fëmijë për dorë. Mendo veten tënde me një fëmijë për dorë, dhe unë do ta bëjmë një ditë, unë kam provuar më shumë se një herë të marr vajzën time në karrozë dhe ta çoj nga këtu deri në Myslimshyr. Është një terr i vërtet, është një stres, është një mangth, do të shkon në tensionit 18, të rritet ka takikardia dhe kur ka arritur aty në Myslimshyr thua wow. Domethënë nuk ekziston një vend i botës ku ti duhet marrësh fëmijën tënd, se këtu do ta marrësh me makinë. Ta zbresësh nga aty, ta hipësh makinë se nuk kalon dot rrugën, nuk kalon dot trotuarin. Nuk ka trotuare sepse ka makinat parkuara. Nuk ka trotuare sepse ku është ndërtuar kanë shfrytzuar maksimum të gjithë perimetrin e truallit për ta shitur për metra katror. Ndërkohë që një plan i mirë urbanistik duhet ta reduktonte perimetrin e ndërtimit në truall për t'i dhënë mundësinë për të patur trotuare në 1.5 metër katror. Ky për mua është një nga krimet më të mëdha që është bërë këtij qyteti. Pastaj kush i ka bërë të shkojë ta zgjidhë, domethënë, po ne na duhet që të jemi zgjidhje. Në kushtet aktuale, unë besoj që një nga anët e rrugës, një nga anët e çdo rruge që është pa trotuar, duhet me patjetër duhet bërë trotuar. Pra duhen hequr komplet makinat nga një anë e rrugës, bëhet trotuari dhe japi mundësi të gjithëve që të hesin, që të kalojnë, dhe këto makina, siç tham, merren dhe parkohen në këtë vend parkime që unë thash, sociale. Unë e them gjithmonë edhe në një biznes kur merr vendime, zakonisht ne marrim vendime, puna jon, puna e çdo sipërmarrësi është marr vendime çdo ditë. Nuk është se do t'i kënaqin gjithë, po do kënaqin shumicën. Edhe vendimi heqjes
të makinave nga i krah. Ti nuk do t'i kënaqësh, nuk do t'i bësh gjithë kënaqur dhe të lumtur. Ti do bësh disa të pakënaqur, po do kënaqësh, do japësh mundësinë një të moshuari që të ecë, që s'mund ta marrë dot makinën, që të ecë, një fëmijë që me prindin e tij që të kalojë trotuarin e themi ose rrugën në mënyrë të qetë, do bësh do mërzitësh disa njerëz dhe do lumturosh disa të tjerë. Kjo është ideja. Në fakt ideja siç thatë juve është një plan i organizuar ose një hap i qartë që në gjenezë. Tani është të vesh sopa le të themi. Të arnosh. Sepse nuk e bën dot më ashtu. Si mund të arnohet, po shkoj tek zgjidhja 5 për të krijuar hapësirat publike për fëmijët apo për shkollat, në oborret e shkollave. Ka qenë problematik e dukshme tek familjarët, të cilët kanë fëmijët që duhet i nxjerrin, që duhet i çojnë në shkollë, që duhet për te propagandës, Tirana nuk ka hapësira publike. Nuk ka. Pra, nuk është e pakonceptueshme që ti të tjerët duhet me patjetër të marrin makinën, ta parkojnë afër liçenit që të bëjnë një xhiro rreth liçenit. Pra nuk ekziston asnjë kryeqytet botës që të ketë vetëm një park ku të shkojnë gjithë të ecin. Domethënë çdo lagje e një qyteti të madh ka një qendër të saj dhe ka dhe pika të caktuara me parqe ku njerëzit mund të ecin, të vrapojnë, të bëjnë gjithë ato le të themi të relaksohen, të ulen një stol, të mendojnë, të bëjnë telefon, le të themi ky është realiteti i Evropës ku ne duam të shkojmë. Tirana këtë gjë nuk e ka, edhe ky është një mos planifikim i mirë që është bërë. Edhe këtu si do gjejmë zgjidhje sepse janë zona hapësira. Duhet arnojmë, pra ne themi duhet gjejmë ato zgjidhje me ato kushte që kemi. Unë besoj që hapësirat e shkollave, pra sheshet e shkollave, të cilat ne kemi të mbyllura pasdite. Marr rast për shembull shkolla Vino Stemi nuk ka pse mbyll pasdite. Duhet që t'i vihet në dispozicion fëmijëve. Duhet të jetë diçka besoj e organizuar, kur mbas një ore caktuar, 2, 3 ose 4 mbas dite, i shes shkolle për 3-4 orë hapet dhe lihet në dispozicion të fëmijëve të asaj zone që jeton. Pra kjo është një mundësi le të themi ose një nga ato mundësi që është aktuale, është shumë e bëshme si pra janë mundësi dhe kushtet krejt normale për të realizuar. Ajo që është e rëndësishme të rast është hapësira. Po. Okej, dhe në atë hapësirë, sigurisht që do duhet, nuk mjafton, do duhet shumë tepër, do duhet parku, do duhet stoli që mund të thash, po mundësi këto janë. Ju e keni quajtur Tirana e studentëve zgjidhje numër 6, qyteti ku nis e ardhmja. Në fakt më kthehet disa shumë vite më herët në kohë, kur unë isha studente, që kushtet ishin tejet minimaliste në atë kohë, por pak gjëra kanë ndryshuar me aq sa unë kam informacion të kushteve atje dhe sa që ka bërë që studentët mos preferojnë të shkojnë në kondiktet e qytetit studenti, por përgjithsisht familjarë detyrohen të kenë një kosto të shtuar për fëmijët e tyre për t'i akomoduar në shtëpi me qira apo në forma tjera të qëndrimit. Pse kjo zgjidhje për këtë situatë që ju ofroni, ose si është kjo zgjidhje që ju e keni menduar në Edhe këtu, domethënë, edhe në këtë rast, unë si piknisje marr qytetet europiane. Konviktet nuk janë e vetmja zgjidhje për të akomoduar studentët në këto qytete, le të themi, qytete që janë studentore të Evropës. Pjesa më e madhe, mos them mbi 90% jetojnë në shtëpia me qira. Ka zona studentore që quhen. Dhe patjetër që është gjëja besoj që është gjëja më e mirë edhe në një ekonomi tregu ku nuk mund t'i marrë dhe t'i akomodoj të gjithë. Unë besoj që Tirana duhet investoj për të ardhmen e saj. Pra Tirana duhet të hedhë bazat për 20 vitet e ardhshme. Që do të thotë ne, ti, unë, do vazhdojmë t'i japim këtë qytetit edhe për disa vite, për ky qytet i përket të rinjve, që do thot brezave që do vinë. Dhe pse them që duhet të jetë bazat për 20 vite të ardhshme? Duhet që të marrë dhe t'i kultivoj dalë dhe nga dalë, pra t'i bëj pjesë të saj, t'i integroj.
duke investuar tek ta dhe do ta nis me një përkraje të drejtë për ta, për të integruar, për të ndihmuar tani që kanë tepër nevojë, duke i dhënë një dorë në atë që ato kanë, le themi, shumë problem, pjesën ekonomike, duke nisur dhe duke i subvencionuar të paktën 50% të qerave të asaj që ata paguajnë për qera në muaj. Sigurisht që nuk bëhet fjalë për qera në përqendrat qytetës dhe për qera maramundse, duhet bërë një studim për kostot fikse, le themi, mesatare për qera të drejta në vende, le themi, jo shumë luksoze Tiranës, por në vende që janë dhe afër universiteteve, por dhe si mundësi për në fakt, po shikosh në Evropë, transportin urban. Të gjithë qendrat studentore, të gjithë apartamentet që jepen më shumë thjesht me qera janë ato afër universiteteve. Dhe kjo ishte e lidhur pastaj edhe me autobusët, me transportin publik, sepse dhe jashtë jo të gjithë studentët kanë mundësi ose prindërit kanë mundësi që t'i mbajnë. Ke punuar kur qenë studente? Po. Okej. Dhe jashtë një pjesë shumë e mirë studentët punojnë. Këtu te Gremi për shembull, un kam pasur dhe vazhdoj të kem shembuj studentësh që kanë nisur dhe kanë punuar gjatë gjithë kohës që ato kanë bërë studime dhe sot kanë mbaruar studimet e gjitha dhe unë jam shumë krenar për ta. Pra, transporti publik u hyn sepse sidomos Tirana jeton në fundjavë dhe studentët kryesisht shkojnë dhe punojnë për vendet e tyre të punës në qendrat ndoshta larg aty ku studiojnë. Po kryesisht në për restorante, bare dhe lokale që funksionojnë kryesisht në darkë, pra studentët paradite punojnë, studiojnë, pasdite në darkë punojnë. Pra, në fundjavë ato shumë mirë mund të shkojnë në këtë Tiranë që ka shumë nevojë për krah pune për të punuar, se puna është nder, le të themi, por duhet të t'japi mundësinë e transportit, sepse askush nuk e ka mundësinë. Studentët në flas të rastit shkojnë të marrin një taksi. Jo më kot pak më lart thash që në programin tuaj më kanë bërë përshtypje 3 kategori: të moshuarit, të rinjt dhe fëmijët. Dhe një nga kategoritë për cilën do të flasim si zgjidhje që ju ofroni ju tani, është kujdesi për të moshuarit, duke ju referuar edhe një projekti që ju e keni implementuar, iniciuar. E ke fjalën për pra Tirana që të rikthen buzëqeshjen. Për shërbimin dentar që ju e keni ofruar si projekt për Bashkinë e Tiranës, por si me mendoni si plan konkret nëse drejtoni Bashkinë e Tiranës për t'ju ardhur në ndihmë të moshuarve për këtë pjesë? Shiko, prindërit tanë meritojnë shumë tepër se kaq. Kjo është e vërtetë. Okej. E konfirmoj. Ndryshe nga të moshuarit e vendeve tjera të Evropës, që pak a shumë kanë dalë në pension, le themi me një pagë ose me një pension, le themi të drejtë, prindërit tanë nuk e kanë patur këtë mundësi. Pra indeksimi i pensioneve që është bërë mbas viteve 90 është i tillë që pa ndihmën tonë, ata nuk mund të jetojnë. Dhe flasim për një gjenerat që ka punuar fort për gati 45 vite dhe fatkeqësisht nuk morin mbrapsht asgjë. Unë dhe ti jemi me shumë fat, sepse mbase 2 para më një do t'i lëm, diçka mund të ta kemi bërë dhe pensioni ynë do jetë i tillë që do na jap mundësi mirë apo keq për jetuar. Sot prindi im për shembull me 200.000 lekë pension në muaj, më thuaj ti çfarë mund të bëjnë qytet si Tirana. Prindrit kanë jetuar në fakt duhet ta shtojmë këtë me remitancat në kuptimin e mbështetjes së fëmijëve në emigracion në 30 sa vite. Vazhdojnë të jetojnë, pra kush thotë që mund të jetojë me 200.000 lekë në muaj është e pamundur, thotë një budallok. Okej? Dhe le themi ne atyre kemi mbledhur dinjitetin në një farë mënyre dhe këtu po bëjmë dhe pak politik. Ky vend u ndërtua nga ata nga 45 dhe vitin 1990, u ndërtua nga ata dhe ne me të rënë klapsit, jo unë e ti, po kush vendosi ta bëj këtë, mori dhe i shiti fap për 2 lek, me bono thesari, me letra me vlerë, dhe ne nuk dimë edhe sot arsye njërë pse u zhvlerësuan dhe u shit me kaq pak. Dhe dyta, ata nuk bën gjën më të drejtë, se gjithë flasin për shembull për padrejtësi që ja bërë këtij vendi mbas vitit 90, një nga ato padrejtësi që unë besoj që është bërë prindve tanë, është mosdhënia mbrapsht e dirsës tyre. Sepse shteti, ose më mirë në ato 45 vite, sistemi ishte i tillë që atyre i garantonte, le të themi,
sigurinë e jetës. Po, dhe vimësinë me një pension Pension sipas të viteve, tillë, sipas Po pagesës. ndërkohë që çmimet evoluan, Po. indeksimi i pensioneve nuk u bë, dhe ata ngelën si në kurth, le themi, dhe për mua, mënyra më e drejtë ose gjëja më e drejtë që duhet ishte bërë, për mua, duhet që në momentin që ishin shitur, që u shitën dhe pasi u rivlerësuan të gjithë pronat, ndërtimet, fabrikat, uzinat dhe çdo gjë tjetër që ishte prodhuar në këtë vend, nuk ju nda ose nuk u krijua një fond pensioni për të menduar për ata njerëz që ishin shkrirë, ishin munduar, ishin sfiditur për të na ndërtuar këtë vend. Pra ne në një farë mënyrë i tradhtuam njerëzën e tyre. Dhe kjo që unë ofroj, nuk ose do t'i kthesh çdo gjë pas, sepse aty janë bërë shumë padrejtësi. Edhe ky pension me cilin ata jetojnë është një farë padrejtësie. Ka humbur dinjitetin, nuk ka pse një njeri të punoj 45 vite dhe mos ketë mundësinë për të jetuar me dinjitet. Le themi u futën në kurth. Ama disa gjëra të vogla ne mund t'i bëjmë. Dhe një nga ato gjëra, si unë e kam provuar edhe personalisht, është rikthimi i buzëqeshësh. Dhe kur flas për rikthimin e buzëqeshësh, e kam fjalën për ata të moshuar që nuk kanë dhëmb, që nuk kanë mundësi të shkojnë te dentist për t'i bërë dhëmbët. Ki parasysh që një protezë dentare kushton mbi 100.000 lekë të vjetra. Dhe dikush që merr 200.000 lekë pension nuk e ka shansin dhe mundësinë që shkojë dhe t'i bëjë. 150 ka ilaç. Absolutisht atë shpenzim. Ka një studim ku thuhet që 65% e shqiptarëve të moshuarve nuk ka mundësinë të shkojnë tek dentisti dhe arsyet janë pikërisht këto. Çka do të thotë që të moshuarit dhe prindërit tanë, një pjesë e mirë e tyre nuk e kanë, le themi, nuk e kanë atë mundësinë, le themi, bazike për t'i buzëqeshur djalit, vajzës tyre, nipit tyre, sepse i vjen dhe turp ndonjëherë nga vetja. Domethënë ne këtë lloj dinjiteti duhet t'ja rikthejmë dhe kaq pak gjë ne mund t'ja bëjmë. Tani për dalë tek eksperimenti që kam bërë unë, ky nuk është i vetmi me të moshuarit. Ne edhe aktualisht që flasim për 7 vitesh, unë i kam dhuruar qendrës sociale, një qendër sociale në Tiranë që është këtu tek Cirku mbrapa, një klinik të vogël me poltronin e kështu gjitha, ku një herë në javë një dentist nga klinika ime gratis për 7 vitesh, çdo të premte, shkon dhe jep shërbime gratis për fëmijët në nevojë. Këtë eksperiment ne e bëm dhe për 3 vite rresht, deri kohën e Covidit, aty e ndalën pastaj se nuk mund të operonin më, me të moshuarit, që do thotë i hapëm dyert klinikën tonë dhe i dha mundësinë atyre që vërtet kishin nevojë që të kishin nga një protezë të lëvizshme për të ngrënë, për të përtypur dhe për të buzëqeshur, dhe impakti që kjo pati te këta ishte i mrekullueshëm. Dhe ju mendoni se duke drejtuar Bashkinë e Tiranës mund ta ktheni këtë si një projekt nëpër zonat ose lagjet e Tiranës, paktën në Anduela, unë kur e provova që heci, pra ishte diçka që po funksiononte, unë ja kam propozuar Bashkisë Tiranës të gjën dhe i kam thënë, modelin që ju krijova, shtriheni në gjithë Tiranën. Ku do shtrihet? Ti me drejt pyet ku? Në çdo qendër sociale që Bashkia e Tiranës ka në Tiranë. Pra, ai model ta kopjojnë dhe ta çojnë në çdo qendër sociale që ka Tirana, nuk e di sa ka, po duhet të ketë goxha dhe disa. Unë besoj që në një harë kohor prej 3 vitesh, 4, ky projekt, ky model do mund të kënaqë të paktën 70% gjithë kërkesave të njerëzve në nevojë dhe mund t'i kthej buzëqeshjen njerëzve të saj. Ai ka mundësit, a mundet Bashkia e Tiranës për këtë gjën? Unë them që ky është detyrim, është obligim i tyre që ta bëjnë, sepse është e përsëris. Ne i detyrojmë prindërit tanë pikërisht për faktin që nuk i dham pas ato që ata meritonin kur dolën në pension. Një kurreshje pse nuk u pranua projekti që ju propozua Bashkisë së Tiranës? Nuk e di. Nuk morët përgjigje. Nuk e di. Tirana turizmi të qëndrueshëm nga qendra në rrethina. Çfarë propozoni me këtë program? Pikërisht të që u thash, pra turizmi të shpërndahet edhe në
rrethina, pra të degëzohet. Çka kam parasysh me këtë? Pikëparë njëherë Tirana është e mbipopulluar nga turistët. Dhe qyteti nuk e përballon gjithë të fluks turistësh. Ndonjëherë janë vërtet shumë. Së dyti, është krijuar pak edhe ideja tek turistët që kur vjen në Tiranë ti do shikosh Skënderbeun, La Piazza Skënderbek, Bunkartin, piramidën, lokalet e bllokut dhe mbaron këtu, po Tirana është shumë tepër se kaq. Dhe nëse ka një arsye ose ka një fajtor, le të themi, në këtë mes, që Tirana nuk njihet në rrethinat e saj, këto jemi ne. Sepse nuk kemi patur aftësinë për të komunikuar. Pra për t'i thënë atyre që Tirana është më shumë se kaq, për t'i komunikuar në mënyrën e duhur destinacionet, për t'i bërë guida, për t'i bërë promovime, për t'i bërë promocione, për të shkruar për rrethinat e Tiranës, për t'ia promovuar rrethinat e Tiranës, për t'i thënë që Tirana është më shumë se kaq, për t'i dhënë mundësinë e hotspoteve, Tirana si mungojnë hotspotet, nëpër pika caktuara turistike, informimi. Okay, ku turistët që vinë të dinë se ku duhet të shkojnë. Tirana duhet të ofrojë hotspote gratis Wi-Fi në gjithë qytetin, ku her pas here, dhe këtë gjë na kanë thënë sot e 8 vite përpara. Pra turistët që marrin nga një anë përfitojnë hotspotin gratis, nga ana tjetër i vinë pupape të caktuara, pra reklama që promovojnë këto rrethina Tiranës që unë po të flas. Në momentin që ne nuk i vënë dispozicion këto shërbimin smart të transportit, Mbi transport, për të shkuar shpesh dhe në mënyrë, le të themi, komode dhe krin në këto qendra, le të themi, të periferisë të Tiranës, ne nuk do kemi kur një Tiranë të zhvilluar, do kemi gjithmonë një Tiranë kaotike, sepse po ham atë që kemi gatuar duke promovuar rrethinat e Tiranës, ti ç'bën pikëparë njëherë shtyn ose stimulon zhvillimin e rrethinave, stimulon investimet në agriturizme të tjerë, mund stimulosh investimet edhe në hotele të vogla në ato zona, e shfryn Tiranën dhe qendrën e saj, le të themi, nga ky fluks turistësh, dhe bën që qyteti të zhvillohet në të gjithë kat, në të gjithë rrethinat e saj, dhe kjo është mirë për të gjithë. Pastaj këtu do flasim edhe për Airbnb-t, si unë e kam si hal në sy. Kemi një Tiranë të tembushur me Airbnb, që po i çon ajër çmimet për studentët. Mbi gjitha dhe për qytetarët, për ata njerëz që jetojnë dhe punojnë në këtë vend, ndërkohë që kemi të gjithë rrethinat e Tiranës që janë bosh. Ndërkohë që atje mund ndërtohen bujtina, atje mund ndërtohen hotelet vogla, atje mund të akomodohen shumë mirë në mënyrë që pra mund të zgjerohet zhvillimi. Po patjetër, bëhet jetueshëm për gjithë. Një nga zgjidhjet e programit tuaj e lidhet me bashkëqeverisjen me qytetarët, që ju e keni konsideruar Tirana bashkë siguri. Pse mendoni që është kaq e rëndësishme kjo bashkëqeverisje me qytetarët? Sepse e shikoj bashkinë e Tiranës shumë larg qytetarit. Nuk reflektojnë problemet e përditshme dhe ka një lloj muri midis qytetarit dhe bashkisë. Pra bashkia vjen te qytetari vetëm kur ka zgjedhje, kemi mini bashkit. Po, njësi administrative tashmë i kanë hequr ose njësi administrative, që për mua janë as më shumë dhe as më pak bashkitë e vogla të njësie të qytetit. Pra dhe këtyre njësive administrative, në mendimin tim, duhet i jepet forca edhe përkraje e dur që të qeverisi njësoj si një bashki, bashkë me njerëzit. Pra njerëzit të kenë mundësinë që çdo ditë, jo vetëm për zgjedhje, të gjithë problemat e tyre ti adresojnë tek këto njësi administrative dhe këta njësi administrative, çfarë mund bëjnë vetë, çfarë nuk bëjnë dot vetë, ja kalojnë, le të themi, bashkisë kryesore, në mënyrë që probleme ose tematika caktuara të zgjidhen në kohë, dhe këtu pastaj kanë propozuar dhe atë portalin për qytetarët. Llogaridhënës në një farë. Po jo vetëm, domethënë llogaridhënës, por ky portal do përfshijë edhe problematikat e vetë qytetarëve. Pra çdo kush, supozojmë njësia 10, do ketë një portal për njësinë 10,
mund shkruaj ose mund dërgoj në anë të portali një problem caktuar, brenda një kohe caktuar 24, 48 orë ose 72 orë njësia administrative duhet ta marrë, le themi në në shqyrtim këtë gjë dhe duhet me patjetër ta adresoj dhe ta zgjidh. Pra, unë dua që mendimi im është që qytetarët ose bashkia duhet ta jetojë më tepër problemin e qytetarëve. Pra, duhet një lloj, si themi, duhet krijuar mos jetë një hendek aq i madh mes asaj që qeverisë dhe një sinergji e mirë bashkëqeverisje mes Bashkisë Tiranës, njësive administrative dhe vetë qytetarëve. Ndryshe do kemi njerëz gjithmonë që problemet e tyre i paraqesin për kafene, nëpër rrjete sociale, në vendin e gabuar ku nuk i dëgjon askush. Unë dua të shkoj tek problematika e 10 ose zgjidhja 10 e programit tuaj, Come Back Home and Build Your Tirana. Ktheu në shtëpi dhe ndërto Tiranën tënde. Është një thirrje për të rinjt, është një mesazh për jo vetëm të rinjt, çfarë synoni përmes kësaj? Është një reflektim i vetëdijshëm. Dhe këtu ka shumë komponent. Spari, ne duhet jemi të bindur që fryma që vjen nga larg, nga jashtë, ajo perëndimorja, është një frymë tjetër, është një frymë e lirë, është një frymë e dijes, është një frymë që ka parë themi Evropën për shumë vite dhe që mund t'i bëj patjetër shumë mirë që Tiranës. Pra Tirana ka nevojë për diasporën patjetër. Sepse unë e vëre edhe me veten, kur nuk dal jashtë, kur rri shumë në këtë vend, në Shqipëri. Mbyllem, të kurrem, dhe më duket sikur gjithë botë kuptimi im kufizohet në këtë rreth të vogël. Dhe sa herë që unë dal jashtë, më hapet botë shumë e madhe, dritare shumë më dha dhe them wow, prit se bota është më shumë se kaq. Dhe rikthehem aty ku kam qenë një kohë dhe kam jetuar, se ta përsëris unë nuk do isha ky që jam sot nëse nuk do kisha jetuar mbi 25 vite jashtë. Faktori i dytë është po personal. Sepse kush është kthyer në Shqipëri, është ndjerë si emigrant në fillim. Kush i ka mbijetuar, themi, në thonjza. E qartë. Këtij vendi. Okej, dhe kush ka bërë përpara, ka detyrën që të thras të gjithë të tjerët, pra kush është në diasporë, që të rikthehen. Dhe këto për dy arsye. E para, unë e di shumë mirë si ndihesh kur je jashtë, pra je i huaj atje dhe i huaj këtu, vdes i huaj një emigrant gjithsesi. I detyrohemi nënave dhe baballarëve të tyre, që nuk ose janë shumë mirë natën, ose e mëngjes ku nuk kanë dot mundësinë për qafonin se të puthin djalin ose vajzën e tyre, nuk zgjidh dot asgjë me telefonin. Pra ne unë jam shumë i ndjeshëm ndaj kësaj gjëje, dhe kjo është një arsye e dytë pse ne duhet, le të themi, meqense ti hapim rrugën atyre për tu rikthyer. Arsyeja e tretë pastaj është lidhet dhe me këto që janë këtu, pra këta njerëz që janë këtu, pra këta trinj që janë këtu. Ne duhet që me patjetër që të investojmë, të ndalojmë largimin dhe të krijojmë mekanizma të caktuar për të integruar, le të themi, që të bëjmë pjesë e kësaj shoqërie, pjesë e këtyre vendimarrje, sigurisht atyre që e meritojnë duke marrë pozicione dhe vendin e caktuar, por duhet të kenë një vend në këtë shoqëri. Por kur këta njerëz duhet të kthehen, duhet të gjejnë ato Europën që e kanë jetuar atje. Dhe këtë Europën që e kanë jetuar atje nuk e gjejnë dot në Tiranë, me problematikave të sotme që ju po thoni dhe po evidentoni. Dhe ne duhet jemi të sinqertë. Po. Pra, nëse themi që këtu në Tiranë çdo gjë shkon mirë, gënjejmë veten, gënjejmë dhe ata. Ama në të njëjtën kohë, ne mund të themi që në Tiranë ka vërtet ca gjëra dhe shumë gjëra që nuk shkojnë. Dhe atje në Evropë, në vendin ku ata jetojnë, ka shumë gjëra tjera që shkojnë më mirë se këtu, por nga ana tjetër, në Tiranë ka, ose më mirë ne duhet kemi aftësinë
për t'i treguar konkretisht çfarë ofron më tepër ky vend në krahasim me atje. Dhe unë siguroj që Tirana, Shqipëria, ofron shumë më tepër se atje. Dhe kur unë revoltohem me veten time, pra them kjo është një revoltë ime personale, qytetare, lidhet me faktin që sa herë që unë filloj dhe mendoj për të rikthyer për të jetuar aty ku isha, më kap një ankth dhe një mankth i papar, sepse unë nuk dua të kthehem dhe një herë atje, të jetoj dhe një herë atje, sepse e di shumë mirë që ai vend, se Evropa ose ato vende kanë sigurisht sa komoditete, standarde, por këtu është energjia, këtu është gjaku, domethënë këtu është tempi, domethënë këtu ka shumë gjëra tjera që ja vlen të jetosh edhe të luftosh akoma. Por duhet të jemi të sinqertë me ata, domethënë duhet i themi që duhet të bëni ca sakrifica, por ama këtu mund të jeni dikush. Atje jeni një numër. Këtu do jeni një emër, edhe mbi emër, dhe nuk është pak. Atje mbase në fund karrierës tuaj profesionale, do keni bler një shtëpi, do keni një komoditet, por prap nuk do e keni kurrë, le të themi, nuk do i humbaj mundësia për startuar dhe për të bërë një maraton, le të themi, për të bërë dikush në këtë vend, i cili sot është një vend, Shqipëria është një vend emergjent, pra është në zhvillime sipër, dhe besoj që mbas hyrjes në Bashkimin Evropian do kemi shumë fonde, le të themi, do vinë nga BE-ja, dhe do ketë nevojë, le të themi, për shumë njerëz, do jetë një mundësi e artë për të gjithë të rinë. Po duhet ja komunikojmë e para, duhet i shtrijmë një dorë e dyta edhe tjetrën, duhet t'i japim edhe ca benefite këtu, për shembull një nga ato propozime që unë kam bërë është edhe subvencionimi i tyre deri në 5.000 euro ose 10.000 euro. Nëse ato do duan të hapin një biznes këtu në Shqipëri, integrimi i tyre, le themi, edhe në administratën shtetërore ose bashkiake bashkiake. Për ata të rinj që mund t'i japin një vrullë dhe një zjarr, le themi, bashkisë, këto janë mekanizma dhe dur, le themi, e para për të kërkuar të falur, e dyta është mirësjellje, e treta është e drejtë e tyre që e meritojnë. Dhe ju e tha që ja vlen të sakrifikohet, të luftohet, dhe ju jeni i bindur që ta vijoni këtë sfidë që i keni bërë politikës për të kandiduar për Bashkinë e Tiranës në kellit fundit. Shiko, sfidën unë gjithmonë ne duhet ta kemi me veten tonë. Kjo është një sfidë e imja si kandidat i pavarur për qytetin, për zgjidhje që vjen nga një menaxher sipërmarrës, i cili ndër vite ka demonstruar që ka ndërtuar diçka. Dhe të ndërtosh diçka nga zero, do të thotë që dikush ka aftësinë për të projektuar, ka vizionin për të parë një herë, aftësinë për të projektuar, për të ndërtuar, për të vendosur njerëzit në vendet e dura, dhe për të bërë gjëra që të rriten dhe të bëhen të mëdha. Dhe sfida ime është pikërisht kjo. Pra, sot është momenti që duhem provuar njerëz që kanë dhënë prova. Është ai shalqini me provë, ne themi që këta e promovojnë gjithmonë. Pra, kush ka dhënë prova që mund të ndërtoj e të çojë përpara, për mua sot duhet ketë një vend, le të themi, në ato tavolinën e qeverisës të bashkive, të vendit dhe kështu me radhë. Zoti Gremi, unë të falenderoj për këtë bashkëbisedim dhe për mënyrën se si e ndam këtë bisedë për sa i përket programit në përgjithësi tuaj, program që shkon drejt zgjidhjeve të problematikave, dhe shpresoj që të më ftoni sërish në një tjetër kafe për të folur konkretisht për secilin nga këto zgjidhje që u ofroni. Unë do të ftoj ty në kafe, do të ftoj të gjithë ata të rinj dhe të reja, ose ata njerëz që do na ndjekin në rrjetet tona sociale, do të ftoj që të ishin pjesë jo e kësaj tavoline, se është shumë e vogël, për gjithë rrugtimit dhe bashkëbisedimit ton, me ide të reja, mbas edhe me qortime, që ose ata kanë, jo sharje. Qortimi përmirëson? Sharjet nuk i duam, vendimet, le themi, nuk i duam, nuk i pranojmë, po dua që kjo tavolinë të bëhet gjithmonë dhe më e gjerë, në mënyrë që mbas një viti, kur të jemi gati për në zgjedhje, të kemi dhe një, le themi, nuk them për simpatizant, po të kemi një ekip qytetarësh mbështetës,
për rrugtimin tonë, që mund të kenë mundësi të thonë dhe fjalën e tyre. Shpresojmë. Faleminderit edhe për bashkëbisedën. Faleminderit ty.